Përshëndetje. Sot po flasim për po ju jap një leksion. Edhe është në fushën e pronave të patundeshme. Çdo shqiptar që është jashtë ka dëshirë të shkojë të blejë një pronë në Shqipëri. Kryesisht në Breg të Detit dhe kryesisht atje në pallate. Edhe Shqipëria jonë është shperl, po është vendi jonë. Është mirë të blesh. Problemi është se ne akoma nuk kemi konceptet të qarta për pronën dhe po bëjnë shumë gabime. Atë që blejnë po bin viktim, ndoshta jo të intrigave, jo të prapaskeneve, por po bin viktim gjithsesi të mos profesionalizmit në Shqipëri. Edhe unë du t'ju aq sa mundëm, aq sa më gjoni t'ju kthjelloj pak rreth çështjes së pronave, sepse unë jam një ekspert i padiskutueshëm i kësaj çështje dhe nuk besoj që ka njëri në Shqipëri, po edhe këtu, që të jetë njëri më i sakt, më ekspert i kësaj fushë se Sami Gjoga. Unë jam real estate broker në Amerikë, në 3 shtete, në Virginia, në Washington DC edhe në Maryland. Edhe kam rreth 100 agent në 3 shtete që punojnë në autoritetin tem, kështu që jam njeriu më kompetent ku ju mund të merrni këshilla për pronat e patundshme në Shqipëri para se të bleni prona. Tash do të marr shkas nga një ngjarje reale. Një shqiptar nga New Yorku shkoi në Shqipëri, në Durrës, edhe ca miqë dhe ca shok i mushën mendjen për mirë të blente një pronë, një pallat. Dëgjojeni me kujdes, se do t'ju mësoj ku t'jeni të kujdesshëm. Pra, ky shkoi në Shqipëri nga New Yorku, shqiptar, babën shqiptar e nonën nga Kosova, djali i ri rreth 32-33 vjeç, me shumë pare. Ka bo pare këtu për mrekulli, edhe shkoi atje, ka kështu shet makine këtu, ai blen shet makina Toyota, ka një. Edhe shkoi në Shqipëri dhe i mushën mendjen atje, sa njerëz për mirë të blente një pallat në Durrës. Po dëgjojeni me kujdes. Pallati ishte i ndërtuar, pra si skeleton. Pra kishte ato ndërtesat, si thonë muret jashtë dhe kishte ndarje të dhomave mrena. Edhe ishin 3 pronarë që nuk shkonin mirë me njëri tjetrin, këto që e shisin. Një ishte pronari i tokës, që kishte pas tokën, gjojeni me kujdes. Pra, një nga këto 3 pronarët ishte pronari i tokës së dy afër plazhit, që kishte pas tokën. Kurse 2 të tjerët kishin ardhur ato se vinë në Shqipëri për shembull ndërtues, edhe i thonë këtij pronari i tokës, na jepti neve tokën, ne do bëjmë një pallat, edhe do bëjmë pallatin për shembull me 10 kate, edhe do bëjmë 10 hyrje në çdo kat. Edhe do bëhet pra 10 kate, 10 hyrje do bëhet 100 kate. Edhe ti na jep neve pronën, na jep neve tokën, e thonë këto 2 ndërtuesit këtij pronarit, e ne kur ti shesim këto pallate, këto hyrjet në pallat, ne do t'japim ty 30% të fitimit. Po dëgjojeni çik më kujdes. Tash po të shesësh atë tokë, ai pronari i tokës. Kjo është për njerëz që duan të mësojnë, që kanë 2 lek, e duan të investojnë, që duhet keni shumë kujdes, edhe nuk gjeni njerëz që mësojnë falës dhe pa interes, si Sami Gjoga. Do huni paret e dynjos për arsye se të gjithë në Shqipëri, noterët, avokatët e real estate-it, punojësit administratëve,
ato që punojnë për hipoteka, kadastra, të legalizimit, gjykatësit, janë gjithë jo profesionist. Nuk e njohin zanatin dhe kanë marrë në qafë edhe vetën e tyre, edhe popullin, edhe juve lekë të juja. Prandaj do të keni kujdes, në gjoni me kujdes në që ose keni dëshirë të investoni, se do të mundohem të jem shumë i sakt edhe të ju jap informacione që do t'ju shërbejnë, që njerëzit paguajnë pare të ju japin informacione të tilla dhe unë ju jap juve falës. Pra, edhe një herë, një pronar toke, po ta shesje të tokë, për shembull ka një dylim tokë. Një dylim tokë e thon 1000 metra, edhe po ta shesësh në Durrës, për shembull, esha do ta ezemi 100.000 euro. Dakor? Tash di. Ai edhe mund ta shesë, mund mos e shesë, nuk vjen kusht i blej. Ai që blen 100.000 euro nuk është ndërtues. Ndërtuesit në Shqipëri ndërtojnë pa pare. Pra, është vështirë. Atëherë vin ndërtuesit. Edhe kur vin ndërtuesit i thon këtij pronarit, ne sta blejmë ty me 100.000 euro në dorë. Na jepti neve tokën, bëhemi në mënyrë fiktive bashkëpronar, ne ndërtojmë një pallat me 10 kate, 10 hyrje për kati bjen 100 hyrje. Edhe 30% do t'i japim ty që t'bjen 30 hyrje. Tash në qoftë se një hyrje në Shqipëri bon 70.000 euro, atëherë e zej mesatarisht, atëherë këti i bjen këti pronari tokës me mor 700.000 euro në vend që ta shisë 100.000, kështu që i levërdis këti ta japi. Atëherë pronari je jep këtë tokë 2 ndërtuesve që janë ndërtues, edhe secili nga këto tash mendon që do të mori pak rëndësi sa morën ndërtuesit, mund morën miliona, po do japin këti 30% kur të shiten pronët. Bukur deri këtu. Tashti, kur e ndërton një ndërtesë, se në Shqipëri nuk kanë edhe konceptet, bile nuk i tin konceptet, kur ndërton ti një ndërtesë që ka më shumë se sa 2 banesa mrena, po të ketë një banesë është një shtëpi private. Në qoftë se ka ndërtesa 100 hyrje, apo 5 hyrje, apo 10 hyrje, që këto hyrje do jenë hyrje më vete, atëherë ne në Amerikë, edhe ku do në botë, këta i quajmë janë 2 lloj pronësh. Një pronë quhen apartamente, që do thotë, e merr Sami Gjoka, edhe Bedri Luku, ja blejnë këtë tokë i meritët, ja blejnë, japin lekët 100.000 euro, 200.000 euro, edhe ndërtojnë një pallat të madh me 100 hyrje, por jo me shit veç e veç. Jo me shit e maj, po prap unë me Bedriun këta, ose unë Bedriu dhe pronari i merr nurka. Edhe do ta majmë krejt hyrje dhe jenë tonët. Pra, do t'jetë një pronë me 100 hyrje, edhe japi me qira. Ndoshta mas 20 vjetëve e kthejmë edhe e bëjmë kondominium, ju tregoj që shesim veç e veç çfarë shkonda. Por ne ndërtojmë këtë si një apartament që do ta marrë vetëm unë, Bedri Luku, edhe i merr nurka. Sami Gjoka, i merr pronari tokës, Bedriu dhe Samiu ndërtojnë pronën, e zem që i kemi parat në xhep. Ose i marrim nga banka, borx, i ndërtojmë edhe për gumrapa. Unë këtë tash do e majmë këtë pallat të përbashkët, të pandashëm, me 100 hyrje do e majmë dhe do japim me qira. Ky quhet apartment kompleks, pra një kompleks apartamentesh, pra është vetëm një pronar, gjithë hyrjet metën një pronar, në rastin ton, për shembull pronarin e quajmë Gjoka kompleks, ose Luku kompleks, ose Nurka kompleks, edhe janë 3 veta kemi aksione, e majmë për gjithmonë. Kjo është një apartament. Një gjë tjetër që është kur ndërtohen, që të dini të keni të qarta, kondominium. Kondominium quhet ashtu, kur ne e ndërtojmë pallatin nga themelet deri në çati, edhe ka 100 hyrje, por do të shesim gjitha hyrjet veç e veç. Pra, kjo pronë regjistrohet në kadastër, duhet regjistrohet përpara, edhe si pallati më veçëm, për shembull, ja vëmë emrin këtij pallatit, pallati Kondo Rrota e Kuqe, e se po ndërtojmë Durrës. Pra e quajmë këtë pallat Kondo Rrota e Kuqe. E regjistrojmë si një pallat, por pastaj regjistrojmë mrena këtij pallatit veç e veç çdo lloj prone si që përkon, një lloj siç është aty në blueprint në projekt. Po apartamenti numër 1 i pronës ke rruga e Kuqe,
edhe kati 2, apartamenti numër 2, apartamenti numër 3, 10 apartamentet, apartamenti 21, në katin e 2. Pra, regjistrohet e gjithë prona si pallat në vete, edhe gjithë hyrjet veç. Pra kemi 100 parcela ose 100 apartamente veç. Në herën e parë kishim vetëm një pallat me 100 hyrje, pronari isha unë. Tash kemi një pallat me 100 hyrje, por do shesim kondat veç. Se cila për këti konda, jo që një apartament, se cile për këti unitit, për këti apartamentit, pa i themi, nuk është apartament. Apartament është kur i gjithë pallati është një pronar. Atëherë janë apartament. Kur personat ndryshëm janë pronar të një pjesë të një apartamenti dhe ka 100 pronar, ai kjo është konda, nuk quhet apartament. Në Shqipëri si njohin këto, po unë du juve që të dalloni këto koncepte, se është ABC-ja për me mësu. Pra, tashti kemi një pallat me 100 hyrje. Në rregull deri kështu. Edhe regjistrohet në tapi. Regjistrohet çdo apartament në vete. Regjistrohet prona dhe çdo apartamenti numër 1. Ka ardhë Sami Gjoka nga Washingtoni dhe blej apartamentin numër 1 në katin e 2. Regjistrohet në tapi që pronari kësaj qoftë si bar, qoftë si pronari liqëm, i kësaj prone është Sami Gjoka i apartamentit numër 1. Pse është kjo rëndësishme të regjistrohet? Regjistrohet që kur bëhet kontrata. Pse quhet blersi potencial, jo blersi real. Potencial që të paguaj lekët më vonë, por tash edhe në hipotek, jo thjesht ke noteri. Noteri që bën ata po avokati i përmbylljes, kur unë të paguaj paret, që do të paguaj ka avokati se ka gabime në Shqipëri, ja paguni pronarit, edhe të regoj ju që po merrni vetën në qafë. Ja pagun avokatit, avokati man kasofort, nuk e je pronarit. Edhe të regoj se po bohen ka 50 vjetë që janë bo pelevan të mashtrimet në Shqipëri, por jo të mbrojtjes se interesit juj, se kanë njerëzit kanë ble një pronë, një apartament 5-6 veta. Po nese, do me gjoni me kujdes, tashti. Vjen Sami Gjoka nga Washingtoni, ke këto 3 pronaret, e zem që janë 3 pronarë, 2 ndërtues dhe 1 tokës, edhe bën një kontrat me morë apartamentin numër 1 në shkallën e parë, si që në katin e parë. Ky regjistrohet tash në tapi, regjistrohet më falni në hipotek. Pra, ke kjo ndërtesë, apartamentin 1 është shit tek një Sami Gjoka. Tashti, vjen se që bëjnë këto ndërtuesit. Ndërtuesit kanë bë gropën dhe shesin hyrjet. Vjet është një nga Italia, nga Roma, edhe këta i shesin po apartamentin që i ka shit Sami Gjokas, se s'ka aty emër, s'është vu dera akoma. Tashti, po ja dhe lekët ti, ndërtuesit, ai të ka marrë lekët ty dhe Sami Gjokas do vinë vritë me ne të dy, masit të marroj pallati. Ti nuk e jep lekët ndërtuesit, ti do shkosh prap tek një notar, që ti jetë avokat i pasurive të patunshme të njoftë të fush, edhe ky shkon tash dhe e shkon në hipotekë ku është regjistru edhe pallati si pallat, po dhe bler si potencial. Edhe shikon ky ka ardhur nga New Yorku, shkon avokati para se të marrë lekët, para se tulit midis 3 paleve që janë palet e shitjes, ndërtuesit edhe zoti i tokës, edhe ti që e blen, ai shkon edhe bën këtë, ne e quajmë title search, që bën atë kërkimin e titullit pasurisë. Kërkimin e titullit pasurisë. Që kjo pasuri, ky apartament që është grop, po është në katin, do të bëhet në katin e 2, për shembull, edhe apartamenti numër 2 ose 1. A është shit? Edhe shohin që nuk është shit. Po ta shohin që është shit që Sami Gjoka aty në hipotekë, vjen edhe thotë, no, kjo është shit. Ja ku kemi këtu. Edhe nuk shet pronari 2 që quhen 2 herë të njëjtin apartament, së ndodhin këta në Shqipëri. Çfarë ndodhi me këta, se do të filloj t'ju tregoj pak nga pak. Shkoi ky nga New Yorku, edhe pra gjysmë shqiptar i Shqipërisë, gjysmë shqiptar i Kosovës, njëri që ka bë pasuri këtu, biznesmen i mirë, edhe bleu
ka ble një ndërtesë, ka ble një ndërtesë 5 katëshe me la fasada mure, ndarje, edhe kur e ka ble, i ka thonë atyre për shembull, ka mendu që po t'i shesësh këto 5 katër nga 10 hyrje janë 50 hyrje. Po t'i shesësh këto nga 50.000 i bjen, sa i bjen 10 hyrje nga 50.500 i bjen 2 milion e gjys. Nuk jam një në matematikë. Pra, po ta mosh këtë skeleton, edhe ti marrësh hyrjet që ka vetëm nda muret, me vu dritaret, me vu dyret, edhe unë nuk e di si bëhet në Shqipëri, do t'i vesh ato pajisjet e kuzhinës, për shembull frigoriferin, sopën e këto dy, apo i len që t'i zgjedhë vetë blerë, si s'ka rëndësi. Po kjo është një shumë e vogël minimale. E në qoftë se ti e blin për shembull për 1 milion këtë ndërtesë, ti mendon që do fusësh edhe 500.000, edhe do fitosh 2 milion e gjys kur të shesësh, edhe e ka ble ky. Edhe ato kanë hik tashti. E kanë ble këtë pronë dhe kanë hik në Dubai. Kanë hik në Dubai këto që shiten, e bleu ky New Yorkut. Dhe çfarë ka ndodhur tashti? Para se të filloj punën, ai ka menduar që këto 3 blerës, këto 3 që shiten pronën, ai kishte menduar që këto e kanë bë pronën nga themeli, e kanë bë me lekë të veta, edhe tash i kanë ngel në dorë. Ai kurse kishte mendu që këta kishin marrë mbi 2 milion e gjys euro, se i kishin shit këto apartamente njerëzve të ndryshëm, një në Rom, e një në Kosovë, një në Poloni, i kanë marrë lekët, i kanë harxhu, kanë ngel vetëm ndërtesa, e bleu ky kosovari, ose shqiptari, sa është gjysmë kosovar, e bleu për 1 milion, edhe tashti i ka bërë shkanar njerëzit, edhe i kanë rënë i trokisin derë që ne kena paguajt paret, që është një problem gjyqësor që mund zgjasësh me vite. Ai nuk ka detyrime ndoshta të jap këtyre njerëzve që kanë blej, po ata nuk e lejnë, sepse ato kanë ca kontrata në përdur që kanë blej. Edhe do metën tash gjyqeve, por ky ka humbur 1 milion euro, ato kanë hik. Edhe blerësit që kanë paguajt pare dhe është bo që ti janë në kënd Evropës, nuk kanë prona, nuk kanë ndërtesë, është vetëm një gërmall, as ky nuk mund të ndërtoj për këtë, as ata nuk e lojnë të ndërtoj, pa dhe as ato s'kan hyrje. Sa s'kush nuk mund të ndjerë të ndërtoj një pallat që s'është i tyre, se duhet jetë dhe pallati joti që të ndërtosh. Këto s'janë as antar të pallatit, sa është kosovari, por që ka blej këtë, por nuk janë as antar të shtëpisë, janë të pambarume, edhe do meten gjyqeve, ose do të fus pare ky edhe një herë, gjithë paret që me lavë të dalë me humbje kolosale. Pse ndodh kjo vlezër e motra? Kjo ndodh se ju shkonin në Shqipëri, ose njerëzit shkojnë në Shqipëri, edhe gjejnë një sekser, edhe ato janë plot idiot, flasin bukur për çit, por sekseri, ai gjenti, nuk është agenti mirë, se di me bo reklam pronën, ai është matrapaz. Agenti nuk shifet sa bukur flet me të mashtruti me blej pronën, por sa kompetent është me të mbrojtë që mos hedhesh paret në një vend të gabum, kur nuk ka as certifikat pranësie që quhet titulli i pranësisë, dhe as stapi. Janë 2 gjëra të ndryshme këto që do t'ju mundohem të saktësojnë juve tash që të keni kujdes. Pra, në Shqipëri, vëllezër e motra, janë bon njerëzit ndërtuesit, mjeshtër të mashtrimeve, edhe kanë kriju një formulë ku i çvasin paret blerësve që në grop, disa nga blerësit qëllojnë me njerëz të ndershëm, edhe morin një titull pranësie, po disa të tjerë qëllojnë me matrapaz, edhe nuk marrin fare prona, pra nuk kanë as stapi toke, as titull pranësie, por kanë paguajt lekët, edhe meten bilat pronë që ta blejnë, e kanë blej 2-3 tjerë para tyre. Atëherë, duke qenë se kjo është një problem i pasgjillë në Shqipëri që do të ishte zgjidhur që në 5 vitet e para të demokracisë, kur haprona duhet të ishte zgjidhur ky problem një herë e përgjithmonë, por ne s'kemi pas ekspert të kësaj fushë,
I kemi njerëz që m'jep mu votën edhe e bëjmë avokat, edhe e bëjmë bile edhe drejtar hipoteke, edhe e bëjmë edhe ministër në qoftë ka të departamentit të pasurive të patundshme, edhe këto e çrregullojnë sistemin dhe ja të rregullojnë. Për shembull vin këtu edhe marrin ekspert, se duhet marrin ekspert nga perëndimi. Po këto nuk marrin ekspert nga perëndimi. Këto marrin klyshët e vet që janë perëndim dhe s'kanë asnjë lloj ekspertize. Për shembull, goca e Azem Hajdarit. Azem Hajdari ka qenë një revolucionar, edhe ka bë revolucionin e studentëve, ka përmirës komunizmin në Shqipëri, goca ti ka ardhur në Amerikë, po goca ti nuk është avokate, për shembull që të ndihmoj në ristrukturimin e Ministrisë Drejtësisë. Goca ti për shembull nuk është që të punojë në real estate, që të transformoj komplet konceptin e pasurive të patundshme. Ata për shembull, ajo ka mbaru shkollën këtu, po të marrë shkollën nuk e asgjë. Thjesht pra marrin sa njerëz që kanë kulturë perëndimore, neve s'na hyn në punë kultura perëndimore. Neve na hyn ekspertiza ku na mungojnë ekspertët. Për shembull, ta marrësh ti fjala vjen Sami Gjokën, edhe ta bësh një drejtor të hapësh departamentin e pasurive të patundshme, edhe të bësh rregullimin e kësaj që është një mishmash, po është mishmash me kastile, se duke qenë e paqartë puna e pronëve, ato pasurohen, shesin prona disa herë, zhduken, ju marrin parat juve. Pra, si zgjidhet ky problem për ju? Kur të shkoni në Shqipëri, vëllezër e motra, ju që nuk merrni vesh nga real estate, nga pasuritë e patundshme, ju që mashtroheni lehtë se I besoni njerëzve, edhe ju që keni miq atje e shok që ato vetë hishen për ekspert, po janë më idiot se sa ju në këtë fushë, ju mos bini në ato si thonë, mos bini në viktim, mos bini në ata që kanë, mos bini viktime të tyre, bleni gjithmonë pronat në pallatet të mbaruar, prona që kanë edhe certifikatën pra titullin e pronësisë, edhe tapin. Në qoftë se një pronë nuk I ka të dyja, mos hidhni leket, edhe mos I me pare që kishit në xhep, mos I dhuroni fëmijëve të juaj, familjes juaj telashe vit mas viti. Për arsye se ju nuk jeni ekspert të kësaj pune, edhe po të blini prona që si kanë të dyja, edhe titullin e pronësisë, edhe tapin, ju kurse keni sot, si do t'i merrni ju nesër, e në motë, ku jeni ju të sigurt që titullin e pronësisë dhe tapin nuk e kanë qindra tjerë, do fusni familjen shet, do merrni një pronë me probleme kur kishit paret në xhep. Pra blini prona vetëm masi kur të keni marrë avokatin, edhe noterin, vetëm mos I t'jeni bind që ekziston edhe titulli I pronësisë, edhe tapia, vetëm atëherë ti ke ble një pronë. Por ju të tjerë, që nuk jeni, ose që mendoni që jeni pak më të sofistikuar dhe merrni vesh nga pasuritë e patundshme, atëherë ju duhet keni kujdes. Çfarë kujdesi? Kur ju shkoni të bleni një pronë në Shqipëri, pra kur ju shkoni të bleni një apartament kryesisht, nuk po flas, tokët janë thjeshta, shprit private janë thjeshta, megjithatë dhe për këtë ju bëni shumë gabime. Unë sot po du të flas për gjonat e komplikume, për apartamentet, për çuni quj konda, dhe kryesisht për ata që s'janë ndërtuar akoma, janë ndërtime sipër, që është një gabim fatal nëse nuk je ekspert I kësaj fushë, të hedhësh lekët. Por nëse hedh lekët, të paktën duhet ju hap syt. Çfarë duhet bëni? Në qoftë se ju shkoni në Shqipëri, në radhë parë ju mund të kontaktoheni ose të kontaktoni një që quhet real estate agent ose sekser. Ky real estate agent nuk mund të jetë as ekspert I rritjes së pronëve, por shembull në qoftë se një agent im në Amerikë thot blerësit blej këtë pronë, sa do rriten çmimet, ati hiqet licenca në vend edhe procedohet gjyqësisht, për arsye se ti je
person që paguhesh kur tjetri blen shtëpi dhe nuk lejohet ta shtysh tjetrin me gjona spekulative. Ti kur nuk e di, nesër bjen një tërmet, nesër myllët një haqat, një tub, falni për shprehjen, muti aty, që nuk e rregullohet edhe i bie vlera shtëpive. Nuk i lejohet kur ati që shet shtëpia agentit të kamllafin, të thot ty që çmimi këtu do rritet bleje se do rriten çmimet. Ai vetëm tregon, unë di 10 apartamente me këtë çmim që do ti në këtë zonë që janë shitje, edhe do të shikojmë të 10 që ti të zgjedhësh më të mirin. Një është këtu, po është i dajes tim, edhe unë nuk du nesër të mendosh ti që të kam shit shtëpi në dajes tim. Ai tjetri është i tezës time, nuk du të mendosh ti. Unë të gjithë paguam një lloj, ti zgjidh vetë. Arritën as rritën çmimet, merru bëj atje atë me ekspertë të tjerë të kësaj fushë. Pra, kaq do të besosh ti agentit. Agenti vetëm të tregon ty me çmimin që ti don, sa apartamente ka rreth rrotull që ai din, ti tregon ty të gjitha që ti të zgjedhësh më të mirën, edhe pastaj ai të bashkon ty me pronarin, edhe në qoftë se ai është ekspert, sa ai duhet të jetë, për në Shqipëri nuk janë ekspert, se çdo, më falni për shprehjen, se janë njerëz, çdo halexhi bëhet agent, ai duhet të jetë njohës i kontratave. Në Shqipëri, me sa di unë, kontratën e bën noteri, nuk e bën agenti. Në qoftë se agentit i lejohet të bëjë kontratën, ti e merr të kontratë, tash dhe shkon te noteri. Edhe noteri e analizon kontratën. Më falni vetëm një sekond. Yeah, Hey, so where's the mailbox? Oh, the keys are there on the table. I put some Where's food. the box? Oh, just here. You see that around the corner, 207 are there. It's like a big box? Yeah, they're big box, ours is 207. Okay. Okay, Bob. So, edhe një herë, kontratën mund të bëj agenti, në Amerikë e bën agenti, quhet offer, pra agenti është, do të ketë kalu, do të ketë shku në shkollë, e të jetë njohës i kontratës, e bën kontratët nuk mund shtosh, e nuk mund të heqësh asnjë presje, vetëm plotson atë boshllë që ndjen bosh, për shembull emri, edhe shkruan emrin Servet Gjizeli, në shtetësia, në shtetësia mund të shkruash italiane ose shqiptare. Pra janë vende të bosh aty, çmimi kaq lek, sa lekëve poshtë. Për shembull, nëse do marrësh 50% e merr nga Raiffeisen, 50 vjen nga xhepi jot, dhe edhe e ble për 50, 25.000 poshtë. Sa do marrësh nga banka? Raiffeisen, 25.000 dhe ke letër nga banka që do t'jap 25.000. Kush do ta bëj atë? Kush do të jetë noteri? Edhe e zgjedh kush është noteri, thu Bedri Luku në Manes, në qoftë e bën agenti kontratën, në gatshme këta. Edhe kush është zyra përmbaruese? Edhe gjej avokat, për shembull Spartak Ngjela, e shkruar Spartaku. Edhe çfarë dita do bëhet bleri dhe shitja? Edhe shku datën do bëhet në 5 maj. Çfarë ndodh nëse nuk bëhet shitja? Atëherë nëse nuk bëhet për fajin e blerësit, hum $5.000 i kalon shitësit. Nëse nuk bëhet për fajin e shitësit, se nuk e ka marrë në kohë, ullet 5.000 vlerë e shtëpisë. Gjitha këto, për shembull, i merr kontratë, i ketë sakta. Po ti si e njohës i kontratës, do shkosh edhe të një avokat personale, pagunja 10.000 lekë, 20.000 lekë, që të lexojë avokati jot këtë. Për arsye se përmbaruesi nuk të mbron ty, noteri nuk të mbron ty, mbron kontratën. Edhe shkon tash me këtë kontrati, nuk i jep lekët pronarit me parë të zhdukët. Po i jep parë tash, shkon te noteri do të shkojë dhe të bëj atë çka quhet analizën paraprake, atë title search që themi ne, që quhet studimi, vëzhgimi i titullit, jo i tapis, i titullit, që kush, për shembull, titulli do të analizoj, ore vlla, kush ka pas këtë tokë që është bë ky pallat, e ka pas Kasem Trebeshina, bukur. Kasemi, a ka qenë vetëm apo ka qenë bashkëpunar? Ka qenë bashkëpunar. Bashkëpunarët nuk e kanë nënshkruaj kontratën, noteri nuk mund të lejoj ty të blesh pronën, se ble pronë me probleme. Mos i noteri shef të gjitha, edhe kjo hyrja jote nuk ka emër tjetër atje në
që ku është regjistruar në kadastër, atëherë noteri i merr parat e tuaja edhe i fut në kasafort, duhet të ketë një llogari escrow, një llogari ku marrin parat që janë as shisit as blersit, por janë vu aty për ditën e kontratës. Jo të japësh blersit lekët e tuaj. Lekët e tuaj arrin kasafort që në qoftë se ndodh në gjë, i merr tek noteri. Është noter përgjegjës, edhe në qoftë se noteri nuk ka lekët, duhet i jap shteti që i ka dhënë licencën noteri dhe fus në burg. Pra nuk hum as një qendarg kur ti e bën punën siç duhet bë. Pra edhe herë i merr nurkën për shembull që është agenti, i meri të tregon pronën, i meri e pa që ty prona të pëlqeu, i meri tashti në qoftë se lejohet si agent i pasurive të patunshëm bëj kontratën, bën kontratën që do të nënshkruhet midis blersit edhe shitësit, ose në qoftë se është kompetent, shkon te noteri apo avokati kush e ka në Shqipëri, këta bëjnë një kontratë paraprake, i plotësojnë gjithë ato, ti e shikon me kujdes, bindesh kush do të marrë lekët, e ken kontratë të shpellzuar çfarë do të ndodhë nëse në datën e caktuar nuk bëhet mbyllja me lavt marrë shelsin e të kalosh lekët, nëse për fajin tat ai shitsi do të marrë ty 1% të parëve sa keni raju dakord, sepse e vonon atë në biznes, në qoftë se ai nuk i bën për fajet e tij, ti do të marrësh lekë se të pengoj ty kishe blej një pranë tjetër, do ulesh çmimin e çfarë ose pezullohet kontrata e me dëm shpërblime diçka janë të gjitha në kontratë. Masi marrojnë këtë punë, atëherë vjen dita e blerjes, edhe kur vjen dita e blerjes, ti i ke aty edhe tapin edhe certifikatën e pronësisë. Tashti, do të vonom të shpjegoj çfarë është tapia dhe certifikata e pronësisë. Ne e quajmë titull i pronësisë. Title e quajmë ne këtu. Title, shikojeni me kujdes, që t'jep ty titullin, pra që t'jep ty të drejtën në një prone. Për shembull, titulli dhe tapia nuk është e njëjta gjë. E them që unë kam një tokë në Manës. Edhe unë kam bon një gjyqë, tokë e kam fjallavje me vllajën tim Ismet Gjokën. Edhe Ismeti më ka marrë më këtu në Amerikë $30,000 borx, edhe më ka dhënë një letër këtu në Amerikë që unë po si ktheva atë pjesën time të tokës në Manës, do ta jap ty. Gjojeni çik më kujdes, ju nuk e dini konceptet. Edhe njerëzit me shkollë, edhe njerëzit që praktikojnë përditje real estate, nuk dinë asgjë, kështu që mësoni këto se janë të rëndësishme nga Sami Gjoka, nga eksperti i ekspertëve, nuk rraf gjoksin. Unë jam eksperti i kësaj, unë mësoj botën në Amerikë, ku janë edhe jo mos të mësoj juve. Prandaj gjoni me kujdes. Unë dhe Ismet Gjoka jetojmë në Amerikë. Po du me tregu ku dallon certifikata, ajo titulli i pronësisë me tapin. Unë dhe Ismet Gjoka vllajim kemi një pronë në Manës. E sem ke bagje qumshti quhet atje. Janë 10 lim tokë. Meti ka ardhur në Amerikë. Kemi tapin atje. Tapia është e jonë. Unë dhe Ismeti jemi pronarë të tokës që bagje qumshtit, kemi 5 lim tokë. E kemi me tapi. Tashti këtu në Amerikë Meti do me blej një shtëpi, Meti s'ka pare, Meti thot sa mi mje $50,000 borx. Thomë ku bindë mund që Met që ti do kesh lek. Unë kam kalamajt e mi, të kam vlla dur shumë, po kam kalamajt e mi për të majt. Edhe Meti thot, unë thot, po sti bona lekët, deri me 10 janar të vitit 2026, atëhere pjesën teme të tokës në Shqipëri është e jotja. Po kjo është vetëm i fjalë e Metit. Unë i them, hajde shkojmë këtu tek avokatët, jemi në Amerikë, por e bëjmë këtu që të na njihet se jemi të dy, edhe e bëjmë që ajo pjesë e tokës në Shqipëri, në qoftë se Meti nuk më jep më lek, që i kam dhënë borx $50,000, deri me 1 janar të 2026, atëherë toka në Shqipëri më kalon mu. Unë që Meti duhet të ketë vërtetim që më ka dhënë lekët mu që mos kaloj. Në qoftë se Meti s'ka vërtetim,
atëherë toka do të kaloj mu. Tashi, akoma s'kemi këtu, jemi thjesht kemi tapin mans. Vjen data 1 janar 2026. Meti nuk ka pare. Meti nuk ka pare, tashti. Edhe unë shkoj këtu në Amerikë, edhe them, Meti nuk më ka dhënë lekët. Edhe kemi bo një shkres për para këtu ne, që në qose nuk mi e $50,000, ajo tokë që kemi në Shqipëri, të kalon automatikisht e kon. Po tashi, unë jam i një anëshëm, nuk mund të thot, kjo gjukata këtu që, o, thasam jo kështu, e thrasin Metin, edhe thonë Metit, Meta i ke dhënë paret, po e kam dhënë, në jep certifikatën, je ku kam, edhe e shfuqizojnë këtë, për e kam unë. Ose Met hajde këtu, Meti vjen, a i ke dhënë leket, ja, atëhere, ne s'kemi që bëjmë, ju keni rirat dakord, edhe m'japin mu titullin me datën kaq, 1 janar të 2026, Sami Gjoka është me të drejtë absolute, kjo është titulli, ka të titull ligjor, ka të drejtë absolute tjetë pronar i vetëm i asaj toke ke bagje e qumshtit, për arsye se i ka dhonë me Gjokës kaq lek, Meti duhet i kthente me këtë datë, në bazë të kontratës që kanë bashkë, nuk e ka kthy me këtë datë, edhe është vendimi i gjykatës që nuk është kthyer dhe kalon, pra respektuan kontratën. Me po tapia në Shqipëri është në emër të dyve akoma. Tash çfarë ndodh? Ne kemi tapinë në emër të Metit, po kemi titull në emër tim. Pra, unë kam titull. Titulli është një koncept ligjor që të drejtën me këtë tokë në mans ke bagje qumshtit, tash ja ka vetëm Sami Gjoka. Mi po tapia akoma ekziston në emër të Metit. Tash unë do shkoj me këtë vendim ligjor, gjyqësor në Amerikë, e zë unë shkoj tash ke kadastra apo hipoteka në Shqipëri, edhe i them atyre, ju zonjët e zotnit kadastrës, regjistroni, nxirrni tapinë e emër tim, është në emër tim dhe të Smet Gjokës, ju s'keni nevojë të kontaktoni Smetin për arsye se është vendimi gjyqësor këtu që thotë i kalon Sami Gjokës. Tashti, ata mund të kalojnë direkt, ata mund të thonë, nëse njohim këtë lloj vendimi gjyqësor, sepse është nga një organ që s'ka jurisdiksion në Shqipëri, është në Amerikë, po shko ke gjykata këtu në gjykatën e Durrësit, edhe shikon nëse ata mund ta njohin këtë dhe të lëshojnë kjo gjykatë e Durrësit të lëshoj ty një titull pranësie që ta koka ty në pastas ati titull. Pra, vazhdon ke puna e tapis, unë kam titull ke prona, por nuk kam tapi. Tashti, pra, ke prona është me probleme akoma. O, themon, mos e ke frikë se unë kam nxjerr titullin e pronësisë në Amerikë, edhe do ta nxjerr tapin kallaj. Kur ta nxjerrun, unë se kam nxjerr akoma. Pra, ke pronë ka probleme. Titullin e ka në emër tem, por tapin e ka në emër të Smet Gjokës. Ku diti që nuk e falsifikova këtë pranën, këtë tapion, ose këtë vendim gjyqësor të Amerikës, ndoshta unë e falsifikova në Kanada. Pra, thjesht se jam me titull pronësie, toka nuk është e pastër për të shit. Në qoftë se ju bleni këto ju jeni idiot, për arsye se keni ble prona me probleme, edhe pse nuk ka si problem, për Sami Gjoka, ta heqi tapin nga Smeti, nga vllai vet, ta fus në emër vet edhe tapin, edhe titullin e pronësisë, janë të dyja të rëndësishme, sepse mund shkonte Meti me shit. Edhe Meti tashi mund kishte edhe ka emrin e tij Sami Gjokës, ata pa emrin e Sami Gjokës nuk e shesin, po Meti kishe një titull fjallavia pranësie mund të ketë pas përpara, po kur të thrasin s'është Samiu për tapin, Samiu i njofton, no, Meti nuk ka as titull pranësie, del më probleme. Pra, edhe një herë, paret nuk ja jepni kur ndërtuesit. Ndërtuesi fut në qep, edhe zhduket nuk të bën as pronën. Edhe pa të bë pronën, ju nuk jeni ekspert, as të njihni çka është titulli i pronësisë. Edhe po të dha titullin e pronësisë ai
pronari që të shet shpinë, ju do jeni budollej, po e pranut, për arsye se sot me ChatGPT ti mund të bosh titullin e pranësisë për 5 sekonda në shpinë tate, që është hiç. Duhet shkoj avokati jot, noteri jot, duhet shkoj në hipotekë, ta mori edhe titullin e pranësisë ku merret, edhe tapin, që janë dy gjëra të ndryshme, ti japi ty, ti jep lekët e ti, edhe lekët e tuja, ajo avokat nuk guxon me e dhon pronarit pa marrë tapin e re nga hipoteka me emrin tat, edhe atëherë merr tapin, tapi është në emër tat, shtëpia është i herë për gjithmonë e jotja, i kalon lekët shitësit, vetëm në këtë formë. Pra e gjitha kjo, për arsye se ju s'mund të mësoni këto dhe po i mësudi haroni nesër, edhe po si harut ju mashtrojnë në të mashtruesit të Shqipëri kur të shkoni, e gjitha kjo përkthehet me dy fjalë. Mos bleni kur prona që nuk janë përfunduar, mos aq më keq janë gropa, aq më keq kur ju nuk jeni ekspert, aq më keq kur ju i besoni njerëzve, aq më keq kur ju mashtroheni lehtë. Mos bleni kur prona që nuk janë të marrume, të përfundume, gati me hy, që lekët jo a keni dhonë vetëm noterit apo avokatit për myllës, edhe që ka studiu, edhe ka vërtetu, që do t'ju japi juve edhe tapin, edhe certifikatin e pranësisë. Në qoftë se këta mungojnë, edhe ju doni me me rreziku me lekët e juj, me djeshtën e juj, me gjakun e juj, me i fut fëmijëve të juj probleme të lashe, vazhdoni me këtë mishmash që është në Shqipëri. Sami Gjoka ju përshëndet, sa herë keni ndaj probleme, unë jam në dispozicion të juj falës, njerëzit ju i paguni me pare për me ju dhoni informacion gabum e me ju mashtru. Sami Gjoka ka punu gjithmonë falës për botën, edhe është falës, t'ju ndihmoj mos bëni gabime, të runi të 2 lek që i keni fitu me mundime për familjen e juj dhe familjes, mos i jepni probleme, mos i falni të lashe e t'ju ableni ata me pare. Sami Gjoka ju përshëndet.